Policia e shtetit ka dalë me njoftim zyrtar në lidhje me arrestimin e Ergys Agasit, një prej personave të shpallur në kërkim në kuadër të dosjes së AK-shit. Së bashku me të është arrestuar ish zyrtari i policisë Ulian Shpataraku. Drejtoria vendore e policisë Durrës dhe strukturat operacionale të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit në bashkëpunim me prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK finalizuan operacionin e koduar Personi kërkuar. Si rezultati i operacionit në Durrës u kap shtetasi EA i shpallur në kërkim nga SPAK-u. Në kuadër të operacionit u kap dhe u arrestua edhe shtetasi USH, i cili udhtonte në të njëjtin automjet me personin e kërkuar EA, tha policia. Agasi është pikasur fillimisht nga efektivët e forcës operacionale në Elbasan dhe më pas ndjekja ka vijuar nga Peshini, Rogozhina dhe në Durrës, ku edhe është arrestuar në zonën e Plepave së bashku me Shpatarakun. Më 6 gusht, Ulian Shpataraku u shpall në kërkim nga policia e Himarës, ish zyrtari policor, një nga njerëzit më të afërt të ish kryepolicit Ilir Proda, ishte kallëzuar nga punonjësit e një hoteli në zonën e Dërmiut, të cilët pretendonin se ishin kanosur e kërcënuar nga Shpataraku. Pas një debati verbal, punonjësit pretenduan se i kishte kërcënuar me jetë. Në 20 maj, Shpataraku u përjashtua nga policia e shtetit me urdhër të drejtuesit Skënder Hita, pasi më parë ishte pezulluar. Shpataraku mbante detyrën e asistentit të departamentit për teknologjinë e informacionit në policinë e shtetit. Për dosjen e AK-shit janë në hetim edhe ish drejtuesja e institucionit Mirlinda Karçanaj, si dhe biznesmeni Ermal Beshiraj, i arrestuar një muaj më parë në Francë. Ndaj të hetuarve janë ngritur akuza për disa vepra penale përfshirë grupi strukturuar kriminal, konkurrencë e palishme nëpërmjet dhunës, heqje e palishme të lirisë, shkelje barazisë në tendera, si dhe pastrimin e parave. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.